Pas protestave në mbështetje të krerëve të UÇK-s në Prishtinë dhe Tiranë dhe në disa qendra europiane, shoqatat e dalura nga lufta kësaj radhe do të shprehin revoltën e tyre kundër gjykatës speciale në Shkup. Qëllimi i kësaj proteste është të kërkohet drejtësi për krerët e UÇK-s, të cilët gjenden në Haag, thotë Xhavit Jashari, kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të luftës së UÇK-s. Kjo konferencë është thirrur për të njoftuar opinionin e gjerë se ne në vazhdimin e protestave që kemi bërë dhe duke kërkuar drejtësi për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, fillimisht në Prishtinë, pastaj në Den Haag, në Tiranë dhe Strasburg. Qëllimi i joni vetëm është që të kërkojmë drejtësi dhe solidarizohemi me Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë të tjerë që pa drejtësisht po mbahen në gjykatën speciale pra në Haag. Duhet ta kuptojnë gjithë opinioni edhe këtu, por gjithandaj që ne nuk i thrasim protesta dhe nuk i kemi thirrë asnjëherë që të kundërshtojmë ose kundër drejtësisë. Por protestat tona pikërisht në këtë rast ku po atakohet lufta e shajt e jona pra ushtria shqiptare e Kosovës, protestat i kena thirrë dhe çdo individ që i përgjigjet kësaj proteste flet në vete dhe kërkon drejtësi. Pra, atje është duke ndodh pa drejtësi dhe në këtë rast. Në rastin e parë kërkohet drejtësi, ndërsa protesta është e orientuar kur atje po ndodh pa drejtësi dhe protesta e jon pra e shprehim ne si këshill organizues bashkë me veteranë, invalid, familje dëshmorëve të gjitha luftrave shqiptare, po edhe gjithë ata që e kuptojnë shqetësimin tonë, i ftojmë që të janë prezent dhe të shprehim lefin tonë sepse po goditet, po atakohet lufta e drejtë dhe e pastër nga një gjykatë krejtësisht politike, tani më është faktuar në plotësi se kjo gjykatë është politike dhe qëllim vetëm ka që nuk do të arrijë asnjëherë të barazoj luftën tonë drejt dhe pastër me gjithë ato që ka bërë ushtria, policia dhe shteti serb në Kosovë.